Shërata juaj për seancën dëgjimore për funksionin e avokatit popullit. Keni në dispozicion 15 minuta për të prezantuar vizionin tuaj lidhur me këtë funksion dhe 10 minuta për të përgjigjur pyetjeve të komisionit. Suksese. Ju falenderoj që jam sot në këtë fazë të dytë të këtij procesi dhe për të qenë para jush për të dhënë vizionin tim nëse do t'jenë nesër avokate e popullit. Çfarë është avokati i popullit në perceptimin dhe në konceptin tim, duke i referuar gjithsesi të gjitha dispozitave që kanë të bëjnë me detyrat e avokatit popullit, kushtetuese dhe ligjore. Madje dhe më gjerë, dispozitave që lidhen drejt për drejt me detyrat dhe funksionet e avokatit popullit në mbrojtje të drejtave themelore të njeriut dhe të grupeve shoqërore të ndryshme. Duke qenë në konceptin tim kjo formë e avokatit të popullit përbën një drejtim të rëndësishëm të një organi dinamik që të gjithë veprimtarinë e tij e ushtron në dinamik, në rritje dhe pa diskutim përbën një ndikim thelbësor në atë që ka të bëjë drejt për së drejti në forcimin e demokracisë së një vendi dhe të mirëqenies duke garantuar të drejtat dhe lirit qytetare në raport me institucionet e administratës publike. Avokati i popullit në perceptimin tim është si një termometër i të funksionuarit të administratës publike, për të thënë që termometri tregon je i shëndosh apo je i sëmur. Këtë përbën në gjykimin tim pozicioni i avokatit të shtetit të popullit për të qenë në funksionin e duhur të këtij institucioni. Me këtë perceptim, unë në objektivat që mendoj se do t'i vlejnë këtij standardi, gjykoj se objektivin primar kategorikisht kam zgjidhjen objektive, pa anësi, të pavarur, pa ndikime të çdo ankese të ardhur në zyrën e avokatit të popullit, duke sugjeruar së pari një organizëm të pavarur me cilësi të lartë dhe të prekshme për trajtimin e ankesave, që ka të bëjë drejt për drejti me funksionimin e administratës së këtij institucioni. Së dyti, duke garantuar cilësi në nivelin e shërbimit në kohë reale për të rikuperuar çdo qëndrim që sjell pasojën e cënimit të drejtave të individëve apo të grupeve shoqërore. E përmbledhur në këtë mënyrë, do të kaloja tek objektivi i dytë që synoj nëse nesër do të jem avokate e popullit, që ka të bëj pikërisht me shërbimin që i ofrohet qytetarëve dhe grupeve të ndryshme nga zyra e avokatit të popullit si një institucion kaq i rëndësishëm siç e përshkrova. Së pari, nëpërmjet këtij përfitimi, dua që të përcjell për publikun të gjithë imazhin e të drejtave të cënuara nga administrata publike, sigurisht të grupuara në mënyrë të tillë për të bërë të ditur dhe evident problemin i cili vlen për të trajtuar nga administrata publike. Së dyti, të rrisë efikasitetin e përmirësimit të shërbimeve publike në mënyrën që janë dhënë deri më sot, duke bërë prezent problemin, duke e bërë të hapur problemin, duke e grupuar problemin në administratën publike, detyroj administratën publike për të bërë një përmirësim në shërbimet e saj sipas ligjeve të shtetit. Së treti, në këtë mënyrë do të shërbej rritja e besimit të publikut tek vetë zyra dhe institucioni i avokatit të popullit, për të ndërgjegjësuar së pari vetë administratën shtetërore në kryen e detyrave të saj të lishme, dhe së dyti të rrisë besimin tek populli dhe ke grupe shoqërore për t'ju drejtuar avokatit të popullit
me ankesat e tyre për çdo padrejtësi të pretenduar prej tyre. E gjithë veprimtaria e avokatit të popullit, pa diskutim, është një veprimtari e cila jo vetëm parashikohet në ligj që duhet jetë transparente dhe e hapur, por tek transparenca dhe veprimtaria e hapur e institucionit të avokatit të popullit do të marrin parasysh moscënimi i të drejtave të shtetësve, kur ata nuk e kërkojnë këtë transparencë të veprimtarisë, të ankesës së tyre apo të problemit të tyre. Gjithsesi, në principin e postit të avokatit të popullit, synoj një veprimtari të hapur, qartë për secilën palë dhe konkretisht për ankuasin ose grupin e individëve që është ankuar, duke garantuar seriozitet, qëndrueshmëri në marrjen e ankesës, ndjekjen dhe investigimin e saj në kohë reale, kur them në kohë reale, duke çmuar që zgjidhja e ankesës në kohë është një element shumë i rëndësishëm në të drejtat e njeriut. Reagimin brenda afateve ligjore, publikisht dhe menjëherë para organit që pretendohet se ka konsumuar shkeljen, duke bërë më pas paraqitjen e rekomandimeve përkatëse për përmirësimin apo për vendosjen e së drejtës së shkelur, dhe në këtë kuptim do të ndiqet nga zyra e avokatit popullit jo vetëm e drejta e shkelur, por si një drejtë e shkelur edhe koha e realizimit të kësaj të drejte pa diskutim, shumë e rëndësishme dhe principiale, do të mbetet rivendosja e së drejtës së shkelur, këmbgulja për rivendosjen e së drejtës së shkelur, por edhe rekomandimet që zyra e avokatit të popullit do të bëj për dispozitat përkatëse për cilat do të konstatoj këtë shkelje. Në pjesën e dytë, përveç anën e dytë të kësaj medalje, përveç ankesës së reklamuar pranë zyrës së avokatit të popullit, kemi pa diskutim organin publik, i cili brenda jurisdiksionit të punës së vetë avokati i popullit duhet të marrë informacionin nga kjo administratë publike, duke e përftuar këtë informacion të plot dhe në kohë sa më reale, nëpërmjet komunikimit të drejt për drejt me titullarët e institucioneve ku drejtohet ankesa, por edhe duke rekomanduar ndonjëherë drejt për drejt pa respektuar këto afate, zgjidhjen direkte nga institucionet të drejtës të shkeljes së pretenduar nga ankusit. Pra, nëse do të jemi në një fazë para administratës publike të një zvarritje në kohë, të një zvarritje në dhënien e përgjigje, të një zvarritje në përftimin e dokumentave që është në të drejtën e avokatit të popullit, pa diskutim, rruga e vetme dhe e drejtë është që zyrtarisht të kërkohet të bëhen rekomandimet përkatëse për zgjidhjen e çështjes. Realizimi i një institucioni të hapur, sipas idesë që unë trajtoj në këtë trajtesë, ndihmon organet publike për të kuptuar se si ne do të trajtojmë ankesën, për të kuptuar paralelisht edhe ankusi se kush është rruga e zgjidhjes që ndjek zyra e avokatit të popullit për të qenë të paanshëm, të barabartë në trajtimin e çdo ankese të çdo niveli ndaj çdo institucioni publik kur ai paraqitet. Në këtë mënyrë kemi mbrojtur ato parime thelbësore që detyrimisht ligji për avokatin e popullit i ka dhënë avokatit të popullit, pamësinë, drejtësinë dhe përgjegjshmërinë në zgjidhjen e ankesave. Në synimet e veçanta do të thoja të mia, nëse do ta kem këtë mundësi të jem avokate e popullit, do të jetë në trajtimi nëpërmjet mekanizmit ligjor të kontrollit të veprimtarisë administratës publike
për disa grupe të veçanta, që kanë përkujdesje të veçantë. Do të thoja që ndoshta jemi në momentin që ky institucion duhet të kushtoj vëmendje grupeve të problemeve të fëmijëve, problemeve të koordinimit të veprimtarisë së zyrës avokatit popullit me strukturat e tjera të ministrive të linjes përkatëse për çështjen e trajtimit të problemeve të fëmijëve si një prioritet, i cili në gjykimin tim duhet të marrë vlera nga ky institucion. Përveç çështjes së trajtimit të fëmijëve, po kaq të rëndësishëm do të trajtoja një element që e ka diktuar koha ndoshta tashmë për zyrën e avokatit të popullit, atë të dhunës në familje, të drejtave të fëmijëve në familje, të drejtave të grave të dhunuara në familje, dhe nëpërmjet mekanizmave që ka në dorë avokati i popullit, do të bënte ndikimin e tij jo vetëm në trajtimin publik, rritjen e sensibilitetit ndaj këtij fenomeni, por edhe me të drejtën që ka avokati i popullit për të bërë rekomandimet përkatëse në institucionet edhe për ndryshimin e legjislacionit dhe për afrimin e këtij legjislacioni me legjislacionin europian, ku të drejtat e fëmijëve për hir të vërtetës kanë një diferencë me legjislacionin shqiptar që është aktualisht. Po kështu, në detyrën e avokatit apo në objektivin tim për detyrën e avokatit të popullit, do të sillja në vëmendje edhe të drejtat të grupeve të tjera, minoritare, të pakicave, të cilat specifikisht kanë probleme apo her mbas here paraqesin probleme të drejtave dhe lirive të njerëzit. Këto objektiva sigurisht kërkojnë nga avokati i popullit të shpjegoj se si do ta realizoj synimin e tij avokati i popullit. Sigurisht në gjykimin tim thelbësore është strukturimi i kontakteve të rregullta, të bashkëpunimit ndërmjet hallkave përkatëse të niveleve midis zyrës avokatit të popullit dhe zyrave dhe autoriteteve të administratës publike. Ky strukturim ka dy element shumë të rëndësishëm në principin e paanësisë së detyrës së avokatit të popullit. Së pari, domosdoshmërisht, zyra e avokatit të popullit duhet të bashkëpunojë me administratën publike për të zgjidhur të gjithë parregullsitë apo për të zgjidhur ato shkelje që dyshohen ndaj administratës, por kaq e rëndësishme është që bashkëpunimi të ketë atë cak që të mos komprometoj punën e avokatit të popullit me detyrën e kërkesës së llogarisë për shkeljet që ndodhin në administratën publike. Pra, gjithë ky strukturim i kontakteve të rregullta kërkon nga avokati i popullit në detyrë që të ndërtoj një strukturë të brendshme të institucionit për të funksionuar sa më mirë të jetë mundur kontakti me administratën dhe institucionet publike, që për hir të vërtetës, duke qenë në një pozicion kontrolli të administratës, nuk është aq e lehtë, unë e di, nuk është aq e thjeshtë. Pikërisht këtu është aftësia e avokatit të popullit ta ndërtojë në mënyrë të tillë që detyra e tij, kontakti i tij të jetë me çdo hallk të lartë, të mesme, të ulët të administratës publike për të marrë informacionin, por edhe për të kërkuar zbatimin e rekomandimeve me forcë që ai lën në detyrën e tij. Sigurisht një rol të rëndësishëm në arritjen e objektivave të avokatit të popullit do të ketë edhe bashkëpunimi me organizatat jo qeveritare
si struktura, veçanërisht organizatat që kanë në ndjekjen e veprimtarisë së tyre të drejtat dhe lirit themelore të njeriut. Bashkëpunimi do jetë i tillë për të marrë jo vetëm informacionin e nevojshëm, por për të bërë bashkë dhe bërë publikisht dhe transparent të gjithë fenomenet e shkeljes së drejtave njeriut që ndodhin nga administrata publike. Ju falenderoj zonja Subashi, ju kërkoj ndjes, por koha e parashikuar mbaroi, 15 minuta. Tani do të keni në dispozicion 10 minuta për t'ju përgjigjur pyetjeve të komisionit, që besoj do ju ndihmojnë ta finalizoni prezantimin. Po. Janë të shumë të individ cilët janë penalizuar dhe kanë fituar gjyqjet më pas deri vendimet formës prerë, por që nuk zbatohen sot në Shqipëri. Mendoni se ky kontingjent duhet të jetë objekti veprimtarisë avokatit popullit, dhe nëse po, cilat janë mekanizmat që ju mendoni që mund të marrin në zgjidhje këto? Faleminderit për pyetjen. Pyetja është vërtet për mua shumë interesante, sepse dua të sqaroj atë çka kisha menduar për të thënë në objektivin e avokatit të popullit, raporti i zyrës së avokatit të popullit me institucionet e drejtësisë, pjesës së cilës është edhe kjo pyetje, dhe ka të bëjë pikërisht me atë që ky raport është delikat në pjesën vendimarrëse të gjykatës. Pra, institucioni avokatit të popullit nuk mund të ndërhyjë tek gjykata gjatë kohës që shqyrton një çështje gjyqësore. Por raporti i avokatit të popullit me administratën gjyqësore, ku bën pjesë edhe pyetja që ju më drejtoni, është pikërisht pjesë e aktivitetit të përgjegjësisë të detyrave të avokatit të popullit. Dhe si do ta realizoja këtë element, pikërisht me ndërhyrjet e rekomandimeve që do të bëja pranë institucionit përkatës që ka zbaritur ekzekutimin e një vendimi gjyqësor, me hetimin dhe kontrollin e dosjeve përmbarimore, me në administratën gjyqësore pikërisht realizimin e të drejtës së qytetarit të përfituar me vendim gjyqësor, dhe të paralizuar në kohë dhe ekzekutiv, është një nga elementët më të rëndësishëm të punës së avokatit të popullit, që ka të bëjë drejt për drejt me të drejtën dhe lirinë themelore të njeriut. Sigurisht do ishte në objektivin e punës time. Zonja Subashi, kam një pyetje që mund të jetë pak sintetike. Si e mendoni ju dhe cili shkaku, pse shkaq i ulët perceptimi publik për raportet vjetore të avokatit të popullit që bën me parlament? Që është një nga momentet shumë të rëndësishme, jam i bindur nga seancat më rutinore që bëhet, që rrim pak deputet për ta dëgjuar, që qytetarët po thuaj nuk e ndjekin hiç deklarimin vjetor të avokatit të popullit, pra cili shkaku, pse ka këtë impakt ulët, do të thënë, unë si qytetar pavarësisht se kam apo jo raporte, unë duhet ta di që çfarë është bërë. Kjo është perceptimin tim, mund të jetë gabuar, po besoj unë jam qytetari i këtij vendi dhe këtu jetoj. Kjo është e para, dhe lidhur me këtë, sinqerisht pyetja ime është kjo, sa e mendoni që vërtet kjo prerogativë kushtetuese për të qenë institucioni i pavarur është i vërtetë? Domethënë është i vërtetë në kuptimin që e luan rolin e institucionit pavarur dhe jo të institucioni fasad. Unë do të sugjeroja, faleminderit për pyetjen, unë kisha pikërisht të shpjeguar që një nga objektivat e punës time nëse nesër do të isha avokate e popullit është rritja graduale e bërjes transparencë të punës avokatit të popullit, që ka si synim sensibilizimin e vetë qytetarve, e vetë grupeve të shoqërisë për funksionin që ka avokati i popullit, duke e bërë sensibël në çdo kohë veprimtarinë e avokatit të popullit me atë çfarë ndodh me administratën përballë administratës publike, sigurisht do të garantoj që puna e avokatit të popullit do jetë në fokusin e qytetarit, puna e avokatit të popullit do jetë edhe në fokusin
e zyrës së administratës publike dhe pa diskutim do të rrisë edhe interesin e raportimit vjetor të avokatit të popullit në Parlamentin e Shqipërisë, por jo vetëm kaq. Nëse do t'isha nesër avokate e popullit, do të shkoja më shumë se një herë në vit në Parlamentin e Shqipërisë. Është e drejtë që ligji ja lejon avokatit të popullit për probleme të veçanta ndaj administratës publike dhe ndoshta do ishte një mekanizëm plus për të rritë këtë sensibilitet për cilën ju e më pyesni. Zonja Subashi, për 6 vite ju keni qenë anëtar e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe atje jeni ballafaquar vazhdimisht me një nga problemet themelore bazë të njerëzve, që është respektimi i një prej më të shtrejtave që njeriu ka, respektimi të numërimit të votës. Dhe doja të dija, a shikoni në një mënyrë që dhe institucioni avokatit të popullit mund të influencojë në respektimin e kësaj të drejte dhe në çfarë mënyrë mund të realizohet kjo? Faleminderit. Më falni se kuptova pyetjen, a do të influencoj detyra mënyra se si ka funksionuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në detyrën e mundshme të nesër time? Duke parë si shkelje, siç tham parë, domethënë një ndër gjërat për cilat lufton avokati i popullit janë edhe gjërat bazike, siç ishte jeta etj. Një ndër këto të drejta bazike të njerëzve është edhe drejta që vota të respektohet. Në çfarë mënyrë mund të influencojë institucioni avokatit të popullit për një numërim të saktë të kësaj vote, për ta bërë të respektuar? Ka ndonjë mënyrë apo jo? Faleminderit, Zoti Beci. Shumë pyetje interesante për të përgjigjur unë, por shpresoj të mos paragjykohem në përgjigjen që do t'jap. Në gjykimin tim është që funksioni i antarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është i tillë që ka të bëjë direkt me të drejtën, një nga të drejtat themelore të njeriut, atë të votës, siç edhe ju thatë. Duke qenë unë nesër avokate e popullit, publikisht do të them që e kam ndër objektivat e mia. E kam ndër objektivat e mia, duke qenë se e njoh shumë mirë këtë institucion. E kam ndër objektivat e mia që me forcën që më jep ligji të kërkoj të drejtën e qytetarit për ta numëruar të votë. Unë këtë e kam bërë edhe në postin që jam sot, pavarësisht mekanizmave se si funksionojnë, por në asnjë rast dhe për asnjë arsye, unë nuk do ta ndjej veten të paragjykuar për ta bërë edhe këtë detyrë, edhe pse sot kam ushtruar këtë funksion dhe nesër jam në një funksion kontrolli lidhur me këtë çështje. Faleminderit. Kam një pyetje. Në fakt ju përmendët në prezantimin tuaj problemin e dhunës në familje, që është kaq i përhapur në Shqipëri. Unë do ta riktheja vëmendjen tuaj në dhunën brenda institucioneve shtetërore ndaj grave, kryesisht ngacmimi seksual në vendin e punës apo dhuna psikologjike. Si mendoni ju që avokati i popullit mund të luajë një rol të rëndësishëm për këtë gjë, meqense është garant që vërtet administrata publike mos të shkeli të drejtat e individit? Sigurisht do të bëja një diferencë midis pyetjes që zonja Gjermeni më bëni dhe asaj që unë kisha në objektivat e mia, në kuptimin e kontrollit nga ana institucionit të avokatit të popullit, është ai grup shoqëror i cili ka nevojë për kontrollin e institucionit të avokatit të popullit. Ndërsa pyetja që ju bëni, ndoshta më direkt, drejt për drejt, ka lidhje me ankesat që do t'i vinë avokatit të popullit për këtë çështje, që pa diskutim është mjaft sensitive dhe nëse do të kemi në shqyrtim një ankesë të tillë, do të përdorim të gjithë mekanizmat ligjor në dispozicion për t'i hetuar në radhë të parë, për t'i besuar së dyti dhe pa diskutim edhe për të kërkuar ndaj institucioneve anë individëve që abuzojnë me detyrën dëshkimet përkatëse. Të nderuar anëtarë të komisionit, të nderuar pjesëmarrës, dihet botërisht që unë kam kryer 2 herë nga 5 vjet detyrën. I falenderoj të gjithë ata që më kanë votuar. Në mandatin e dytë, unë jam zgjedhur në mënyrë konsensuale pa marrëveshje paraprake dhe e dija që në mandatin e parë do të ishte në provë. Po ama në fund të mandatit të dytë, në dhjetor 2009, u deklaruar nga presidenti, zëvendëskretari i parlamentit,
zëvendës kryeministri, ambasadore SBE-s, ambasadore Shubas, ja përfaqësues ombudsman nga bota, OIQ shqiptare, se kisha arritur që në Shqipëri të ngrenë një institucion demokratik të rinj që në fillimit të fort institucionalisht që ndonë se në shumë pengesa dhe vështirësi për 10 vjetë funksionoi pavarur parimet e panësisë dhe të konfidencialitetit, profesionalizmit dhe totalisht i pavarur në 3 pushtetet. Ndikoj se Komisioni nderuar dhe opinioni publik në përgjithësi është i mirë informuar për punën time, megjithatë unë duke pas parasysh kujtimet e presidentit Clinton, i cili kur ishte në fazën e 2 të rizgjedhjes, ka thënë se në politik duhet të bish vetë Boris për vete dhe mos prit të bien tjerët për ty. Unë nuk do marr ndonjëherë në politik, por si shove zoti Rama para ca ditësh para trive, gjithsesi, nëse thoni se nuk merret në politik, ta dini se merret ajo me ju. Pra, do të flas edhe për përvojën time gjatë këtyre 10 vjetëve, kur institucionet janë drejtuar edhe 30.000 ankesa, nga cilat 22% e tyre janë zgjidhur favor qytetarëve, një shifër shumë e mirë, duke pas parasysh se në Europë ombudsmanët të mirë zgjidhin favor qytetarëve vetëm 10 deri 12%. Si ka ecur kjo punë? Unë do të kujtoj se pas euforisë së ombudsmanit 4-5 muaj të parë, filloi që në maj, qershor të 2000-shit, popullit kërkonte në avokatin e popullit, punonte, ndërkombëtarët kërkonin fillimin e projekteve. Pati edhe skeptik, shkrimet të tilla si zyra avokatit popullit do të bëhet si zyra e ZAROB në ish-komitetin qendror. Por u zgjodha sfidën. Me kushtetutën dhe ligjin në dorë, u drejtova të gjithë atyre që ishin aktorët të punonin pra institucionet e administratës publike, duke filluar nga qeveria dhe baza. Kuptohet fillimisht në rekomandimin e parë, kryeministri i kohës më kthen përgjigje nëpërmjet këshilltarëve të tij. Atëherë unë në formë të shkruar i thash, zoti kryeminist, unë jam avokat i popullit, jam institucion kushtetues, kërkoj përgjigjen me shkrim dhe firmën tuaj, sepse ndryshe nëse nuk e pranon rekomandimin, unë nuk mund të drejtohem gjykatës kushtetuese me firmën e këshilltarëve. Realisht kjo u bë një orë për ministrat të tjerë, sepse unë me radhë i takoja ata dhe ju shtrëgoj që ishte kushtetuta për avokatin e popullit, që ishte legjislacione dhe si do ndërtonim marrëdhëniet. Pati reagim shumë të mirë për kohën dhe qysh në fillim, kur ishte e pabesueshme, avokati i popullit drejtoi gjykatës kushtetuese për një vendim shumë të rëndësishëm që cënonte të drejtat e ish-pronarëve dhe gjykata kushtetuese e hodhi poshtë vendimin e qeverisë. Në favor të ish-pronarëve, avokati i popullit në këtë ligj punoi edhe më vonë. Në kujtojmë vitin 2003, kur i ndjeri dhe i nderuari Sabri Godo u drejtua për projekt ligjin e pronës që ishte në atë kohë prezent që ti drejtohesha unë Komisionit të Venecias, sepse, siç më tha ai, u tregua shumë i ndershëm, as presidenti, as parlamenti, as qeveria nuk pranonte që ta çonte ligjin në Komision të Venecias. Dhe erdhi përgjigja, drejtuar nga Komisioni i Venecias për avokatin e popullit. Ajo përgjigje shërbeu si bazë pastaj për ndërtimin e gjithë legjislacionit për kthimin e komisioneve të pronave në favor të ish-pronarëve dhe për t'i dhënë të drejtën e tyre. Çështja tjetër që avokati i popullit do morë që në fillim është ajo që në vitin 2001 gjakmarrja, që është një plagë e rëndë dhe që neve mund na pengojë në vitin 2012 në tutje për të liberalizimin e vizave. Mund të tregoj orientimet që i kam dhënë shoqatës Çamëria, që në fillim për pronat që mbahen padrejtisht në Greqi, se çfarë ata duhet të bënin, të gjenin studio mundësisht angleze dhe të ndiqnin çështjen në mënyrë institucionale, por ama i thash, dhe ta dinë të gjithë se ka dhe një nen 33 në Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit që lejon shtetin që ta marrë çështjen në dorë dhe ata drejtuesit e vjetër të shoqatës Çamëria e din këtë dhe mund të jenë çdo kohë ta provojnë. Por janë pafund masa disiplinore penale që ka kërkuar avokati i popullit ndaj shkeljes së ligjeve dhe sidomos rahat pa ndaj policëve, sepse ata janë ata që shkelin më tepër të drejtat e njerëzit. Dhe në 10 vite janë dënuar rreth 300 policë ose oficer policie penalisht masa disiplinore vetëm me rekomandimin e avokatit të popullit. Duhet të kujtojmë se avokati i popullit nxori nga varri të vërtetën për Ramallarin, nga zënë Ramallarin që vdiq nga urna policore dhe dënuar 6 policë,
ose të kujtojmë të fundit fare, punoj si gardës që u liru nga detyra sepse rahu të mashurën dhe të verbën para kryeministrisë. Në policinë rastet janë pa fund. Të kujtojmë rekomandimet për fëmijët, të mos marrin pjesë në fushata elektorale, të krijohet një ombudsman për fëmijë, të kujtojmë kërkesat e rrugshme të avokatit popullit, të vetmit institucion shtetëror që ka kërkuar që ne na repin kompanitë celulare dhe ata që s'e dinë, duhet dinë se ka në parlament në 2007 në komision parlamentar që e ka analizuar këtë, por që konkluzionet e tij janë marrë sirtare dhe asnjëherë nuk janë treguar publikut. Nuk po flas për kërkesat e përgjithshme të avokatit popullit për energjinë elektrike etj, për ushqimin, për cilësinë e ujit, e ambientit, por po i lejë rast edhe në tjetër të flas për çka bën avokati i popullit. Gjithashtu nuk po dalem tek transparenca dhe bashkëpunimi me mediat. Avokati i popullit ka synuar edhe ndryshimin ose si të themi rregullimin e sistemit ligjor. Janë 160 rekomandime kundër ligjeve dhe vendimeve të qeverisë, të cilat janë kërkuar nga avokati i popullit që të ndryshohen. Dhe për fat mirë, ndoshta ndonjëri ka thënë që nuk ja kanë varur shumë avokatit të popullit, unë mund të them që të dy qeveritë ja kanë varur avokatit të popullit sepse janë ndryshuar rreth 82% të 160-ve. Pra janë ndryshuar ligje, ndryshuar vendime qeverie për në kërkesë të avokatit popullit dhe do të kenë qenë shumë më tepër, nëse avokati i popullit ka bërë 13 kërkesa në gjykatën kushtetuese, mund të kishte bërë shumë më tepër, por në vitin 2002 avokati i popullit u bllokua padrejtisht për të drejtuar gjykatës kushtetuese me argumentin e mos legjitimimit dhe kjo ishte një nga presionet që do ta sillni më poshtë që u bë avokati i popullit. Nëse nuk do të kishte ndodhur ky bllokim, ligji për doganat në 289 nuk do të shfuqizohesh nga gjykata kushtetuese vitin e kaluar. Po do të ishte shfuqizuar që në vitin 2001 kur avokati i popullit çon gjykatë kushtetuese dhe ai u refuzua. Pra mendoni sa vet kanë vuajtur nga doganat për 9 vjet, vetëm se gjykata kushtetuese nuk e shqyrtoi avokatin e popullit kërkesën e tij që në atë kohë. Ky institucion në Shqipëri nuk është ndërtuar me frymën e shenjtë. Është dashur një punë jashtëzakonisht e madhe e stafit të avokatit të popullit e ndërkombëtarëve me cilët në këtë rast edhe i falenderoj për ndihmën e madhe që kanë dhënë. Unë e di që natyrisht kam patur dhe ka mjaft njerëz që më kanë falenderuar për zgjidhjen e problemeve, ashtu siç e di që ka edhe mjaft të tjerë që janë të pakënaqur. Por në fundit gjithçka që ka kaluar nga avokati i popullit ka qenë transparente e bazuar në kushtetut. Në fundit unë kam përdorur një shprehje që unë nuk kam qenë Superman, kam qenë vetëm ombudsman. Por e di që të pakënaqur kanë ngelur dhe miq dhe shok që kanë pas bërë kërkesa për punësim, ky ka qenë një stres i vërtet, por unë e di që mund të kem humbur si miq, mbase edhe mund të kthyer kundërshtar, por kjo nuk e cënon atë që unë jo se kam pas mosmirënjohje, por nuk kam mundur, kam pas edukatën e zbatimit të respektit ndaj ligjit. Kushti i parë për të kryer detyrën dhe për të arritur objektivat që i ke vënë vetes në çdo detyrë është integriteti. Po për individin që kërkon ose ka këtë post, për cilësitë që përmban ky term nuk ka negocim. Nuk ka pritshmëri për shfaqje apo rikuperim të mungesës së cënimit të tij. Kushtetuta dhe legjislacioni për avokatin e popullit e garantojnë integritetin, se kjo bazë ligjore është shumë e mirë, por kjo nuk mjafton për të realizuar misionin. Nëse mungon dëshmëria, përgjegjësia, vendosmëria, intuita, aftësia profesionale dhe psikologjike për të përballuar stresin dhe presionet, nëse nuk krijon besim tek stafi se je realisht i pavarur, tek kolegët, tek institucionet dhe nuk përzihesh në lojrat politike apo nuk qëndron larg miklimeve që të jep pas rasti politika. Kjo bëhet i qartë kur se ku janë ose si është perceptimi publik për pavarësinë dhe paanësinë e institucioneve tjera që janë krijuar pothuajse në të njëjtën kohë me avokatin e popullit. Kujtoj KQZ-n, kujtoj ILPD-n, bordet e entet e energjisë elektrike, AKEP, KRT-ja, KRTSH-ja, që zgjidhen kuvende apo institucione të reja si avokati, prokurorinëve, komisioneri i dhënë personal e tjerë, pa përmendur institucionet e tjera tradicionale, gjykatat, prokurit. Këto institucione kanë ligje shumë të mira, që ju garantojnë anësinë drejtuese të tyre. Po ai jemi të bindur se të gjithë ata kanë bërë apo bëjnë punën e tyre të pavarur dhe me integritet. Populli ka kuptuar me kohë se faji nuk e kanë ligjet, por integriteti i dyshimt apo i cunguar i shumicës së individëve që kanë punuar apo punojnë në këto poste që janë caktuar. Çfarë bën një avokat populli që me pansi dhe profesionalizëm këtë mision? Puna e ombudsmanit është art i mbajtjes së ekuilibrave, ka thënë kolegu im i nderuar danes, zoti Hansen, gjatë konferencës për shtyp Tiranë në vitin 2005.
Nga provojë ime, mund të them se ai ka plotësisht drejt. Është fakt se çdo forcë politike kur është në opozitë e mbështet avokatin e popullit, e i kurajon, e pse jo, edhe përpiqet ta joshet të drejt pas vetes, ose ta nxjerrë në skalion të parë mundësisht për të sulmuar me artilleri të aleatëve të fshehtë qeverinë. Njësimi me opozitën apo për kraje politike për qeverinë është vetvrasja e avokatit popullit radhës dhe shkatërrim nga themelet e institucionit avokatit popullit. Avokati i popullit duhet të jetë vetëm oponent për mirëqeverisje. Kjo aksion më ka shoqëruar gjatë 10 vjetëve të punës si avokat populli, por edhe si qytetar i lirë gjatë këtyre 2 viteve. Veç se kam qenë i vetë vendosur në një kafaz të thurur me shufrat e panësisë, për asnjë rast nuk kam shfaqur publikisht sepse kam shfaqur ambicin e kandidimit që para 2 vjetësh. Unë kam përzirë pas 16 shkurtit 2010 për asnjë rast në vendimmarrjen atyre që kanë drejtuar zyrën e avokatit popullit. Por me dhimbje kam parë mjaft ngjarje që ata duhet të mos heshtin. Një atë do jore mund tëtë, pse nuk të folur në forume, pse nuk e bërë analistën e pavarur dhe të kritikojë shfaqje mendim për zgjedhjet e 2009-s, për rrugët e ndaljes nga Gërçi, për ngjarjet e 20 janarit, për zgjedhjet e 8 majit, situatën ekonomike e tjerë. Pa modesti mund të them se nuk u mungon as përgatitja, as elokuenca dhe as mërësia e lapsit. Por analistën e pavarur vështirë që ta gjesh në Shqipëri. Në të shumtën gjatë 20 vjet në Shqipëri, unë kam parë analistë të vetvarur ose që kanë ndërruar trarin ku kanë marrë litarin. Nëse do të më duaj edhe kjo licencë për fitu postit, mendoj realisht nuk ka vlerë për pak në 50% të popullit shqiptar që do më duhet të mbroj nëse do të zgjidhen përsëri. Aq më keq përballë zyrtarëve të pushtetit, që ky është rekomandimin e parë, edhe nëse do të ishte plotësisht i bazuar, ata do të thoshin që është i motivuar politikisht. Unë kam punuar një lloj me të dy palet, për fat keq paskën edhe 2-3 minuta, por a kam pas punë, a kam pas pengesat i kam pas pa, nuk pa them pa fund, por ka pas pengesat të dukshme dhe të padukshme, duke filluar që në kohën e parë ku nxor ajo mungesa e legitimimit, kur rrëzohen kandidatët për komisionin e vitit 2003 se nuk u konsultohen me person, dhe përsëri në 2007 u përsërit historia përsëri me PD-n, dërgimi i kontrollit shtetit për kontroll e tjera, mos shqyrtimi në parlament ka që nga vitin 2008 që nuk shqyrtohet raporti i avokatit popullit, nuk shqyrtohen të raportet të posaçme, po kulmi arriti e dini që avokati popullit dërguar edhe në prokurori se kishte prishur hetimet, se i kapi policës flagrancë, dhe sot policët e kanë bërë metodë pune që bëjnë ata kallëzime të para, një ndroj si hajduti për 8 hajduti. Në herë mund të thotë ore pse nuk punove mirë në vitin e fundit edhe mos çoje 4 vendime në gjykatë kushtetuese, ta kishte mirë me qeverinë që mase mund kishte dërguar gjykatë lart, gjykatë kushtetuese, mbase deri guvernator i Bankës së Shqipërisë. Por unë nuk mund të ktheja mrapa në karakterin tim as 20 vjet mrapa dhe ato cilësi që kërkohen ose që nuk kërkohen nuk mund të ndryshoj. Çfarë do të bëj unë si avokat i popullit? Mbase mund të më ndihmojnë pjesëmarrësit edhe me pyetje që mund të bëj, por unë them se edhe atje ka nevojë pas 12 vjetëve për një reformë të thellë institucionale që të përfshi superstrukturën kushtetuese dhe ligjore si dhe burimet njerëzore. Një pjesë e njerëzve janë debelosur, një pjesë kanë humbur aftësitë, një pjesë nuk kanë nesur me kohën, pra ato të shihet nga ngarkesa e secilit, do shihet struktura, do shihet shpërndarja e ngarkesës. Më rëndësishme është që do të punoj të bëj lobing që të ndryshohet kushtetuta, me qëllim që të gjithë institucionet që janë për drejtat e njeriut, komisionerët të ndryshëm që janë opak dhe që kanë njerëz, pothuajse aq sa ka avokati i popullit që kanë vetëm 100-200 ankesa për 2-3 vjet, të grumbullohen pranë avokatit të popullit. Kjo kërkon një strukturë, një ndryshim të kushtetutës, që avokati i popullit të bëhet organ vendimmarrës dhe të ketë akses mbi privatët, ashtu siç e ka sot komisionerët. Pra, kur e kanë komisionerët vëzet e vegjël të avokatit të popullit, pse mos t'i japim këtë avokatit të popullit? Kjo do të kërkojë natyrisht jo pak punë, por them që ai do të ketë ajo që do të punohet. Projekti me danezët mendoj se do të ndihmojë mjaft në këtë rast, sepse dihet një projekt, danezët janë të famshëm për strategji, janë shumë të saktë dhe bashkë me ta natyrisht do të bëhen gjëra që deri tani i mungojnë Shqipërisë. Të fundit duhet t'ju shtoj është që cili do që do të bëhet avokati i popullit të dëgjojë çfarë thash në këtë dëgjesë publike. Por jo vetëm kandidatët, por dhe politikanët dhe sidomos ata që kanë fuqi vendimmarrëse. Ju lutem mos bëni eksperimente me avokatin e popullit. Këta kanë thënë ndërkombëtarët, ata që japin para, por edhe ata që duan partner të sprovuar. Falenderoj. Falenderoj Gobiani për prezantimin tuaj.
Tani keni 10 minuta në dispozicion për pyetjet nga komision. Po. A keni patur interferenca nga politika, me qënë se ju keni qënë 2 mandate, një pjesë edhe kur ka qënë subjekti tjetër në pushtet edhe tani kur është subjekti tjetër, keni patur interferenca në ushtrimin e funksionit tuaj dhe çfarë do të bënit ndryshe në raport me politikën për të minimizuar interferencat nëse do të zgjidheshit edhe një mandat tjetër? Unë kam pas plotësisht interferenca në të 2 krahët e politikës gjatë kohës që kam qenë në pozicionin e avokatit të popullit. Unë nuk të bëja asgjë tjetër se ç'kam bërë deri tani, sepse me vitet plot kam qëndruar larg të 2 krahëve të politikës. Unë kisha arritur edhe numër çështjes ose rastesh ku kam treguar me gjymën se di punoj me politikën pavarësisht se të krahët të ndryshëm të saj. Unë përmenda vetëm kryeministrin e parë, por mund përmend edhe kryeministrin aktual, kur unë shkova në zyrë dhe i thash që për çështjen e zogut të zi e ka gabim, unë nuk e bëra për të mbrojtur palën tjetër, por se kisha bindje që akti administrativ ishte vendimi i KRT-s dhe jo formulari 4. Qofse unë do i bëja qefin kryeministrit, unë do t'i grisja ato librat për drejtën administrative që di mirë kolegët që kanë bërë për këtë çështje. Unë mund kisha rënë prej edhe të miklimeve të ndryshme, sepse kur kam bërë qofte para 2005-s, me çështjen gjykatë kushtetuese në atë më lejuan vetëm vendimi i qeveria, më kanë ardhur misarët e kryeministit duke më thënë se për këtë çështje. Në 2005-6 akoma më tepër se ishin 3 vendime për nepotizmi. Lere këtë çështje. Thash jo, e kam bërë me qeverinë nano këtë gjë, do ta bëj edhe me ju. Dhe pastaj filluan edhe presionet, duke filluar që nga 2007 dhe më tej. E më them edhe e kam paguar në një farë mënyre edhe me presione duke hequr njerëzit e familjes nga puna. Zoti Dobjani, në mos gabojmë në 164 i kushtetutës është që një të drejtën për të vënë lëvizje i për të marrë iniciativë. 134 për gjykatë kushtetuese. Po, 134. Kjo më duket një gjë interesante. Ju thatë diçka për lidhur me iniciativat që ka marrë avokati popullit, edhe historinë e këtyre iniciativave dhe fatin e tyre. Po mua më duket serioze kjo gjë. Domethënë, mund të thoni ju çfarë problemi ka, cili është ngërçi në këtë rast, që nuk funksionon kjo, kjo e drejt kushtetuese avokatit me zbatimin nga gjykata kushtetuese. Të ngërçi ka krijuar vetë kushtetuta sepse i ka ndarë në 134 disa subjekte në 2 kategori, ku ka futur presidentin, parlamentin, 28 deputet, gjykatat, kryetarin e kontrollit shtetit, i ka futur në kategorinë e parë që të bëjnë kërkesë për çdo gjë kur shohin ligjet antikushtetuese. Ndër avokatin e popullit që duhet ishte në kategorinë e parë kanë futur në rreshtin e dytë. Dhe paradoksi është që avokati i popullit, megjithse u thash që ka pas 5 vjet bllokim, ka bërë 13 kërkesa në gjykatën kushtetuese. Në një kohë që institucionet e tjera, presidenti ka bërë vetëm 2. KLSH ka bërë vetëm 1 që e bëri bashkë me mua. Të tjerët nuk kanë bërë fare, në një kohë që ligja antikushtetuese, sidomos fushën ekonomike, janë të shumta. Unë nuk e përmenda atë sepse profesori e di shumë mirë, unë kam marrë referat hapur. Ideja ime është që patjetër në rastin e ndryshimit të kushtetues duhet patjetër avokati i popullit, nuk ka se si të qëndroj në një radhë me subjektet private, me bashkësitë ose të tjerë. Edhe një të dytë, jeni të bindur që kjo strukturë që ka sot avokatura e popullit është sap apo ka nevojë të reformohet thellë mënyra e strukturimit të saj të brendshëm për të zbatuar detyrat që i vë ligji dhe struktura e avokatit të popullit është e seksionuar në ligjin për avokatin e popullit, është e mirë, i përfshin gjithë fushat. Ne kemi një sukses tjetër, se avokati i popullit nuk është vetëm avokati i popullit, ka dhe funksionin e mekanizmit kombëtar për parandalimin e strukturës, dhe ajo është një strukturë tjetër dhe seksioneve që e drejton avokati i popullit, dhe avokati i popullit është dhe institucioni i pavarur për promovimin e drejtave të njerëzit me status A, akreditimi nga Komisioni JKB-s për drejtat e njerëzit në Gjenevë. Pra unë mendoj jo për strukturën, po ka brenda strukturës mund të bëhen ndryshimet me njerëzit të duhur, sepse të themi atë që është, në 2010 avokati i popullit u politizua. 3 komisionerë që caktuan kundërshtim e ligjit, që ai që ishte në detyrë mbrapa meje s'kishte drejt propozonte komisionerët, propozoi 3 komisionerë sipas
preferencave 2 PD-s dhe 1 LSI-s. Dhe atje shkon një me korrespondencë, nuk e di kur ka marru, do drejtohej ai policinë, shërbimin sekret e tjera tjerë. Kjo ai absolutisht është marrë kur me drejtat e njeriut dhe unë them se ka diplomën e juristit. Të më fali, po unë ja them në sy, ja kam thënë të gjithëve këtë çështje. Kisha një pyetje. Ju shtrejt opinioni që avokati popullit të ketë kompetenca vendimmarrëse. Po. Nuk është duke se kjo pejkalon konceptin që ka sot për avokatët e popullit. Sepse do të vitet në pozitën e një organi që merr vendime dhe që është i atakueshëm nga ata që kanë posuar nga vendimi i tij. Profesor, atë do duhet një person teatr ose një teatr koncepti të korrigjojë ato vendime të gabuara. Koncepti marr avokati popullit. Koncepti avokat popullit ka evoluar. Koncepti avokatit ka lindur në Suedi dhe avokati popullit dhe sot mas 200 vjetësh ka funksionin e prokurorit në Suedi, që të futet dhe të çojë dhe gjyqtarin para përgjegjësisë. Ka evoluar në përgjegjësinë e zgjedhjeve. Ne u përmbajtëm më shumë konceptit danez. Ai është sot që mbizotron në Europë dhe për shkak të ndihmës që morëm nga danezët. Por në botë ka plot ombudsman që kanë drejtën e vendimarrjes dhe të drejtën e gjobikjes. Kjo nuk e cënon sepse si çdo institucion tjetër, komisioneri i mbrojtjes së dhënave personale sot një ombudsman i vogël është. Komisioneri kundër diskriminimit një ombudsman i vogël është. Ata marrin kanë drejtë të vendosin gjoba kundër atyre që shkelin. Nëse gjoba është e padrejtë, ka një gjykat. Unë më them edhe tjetrën, që avokati popullit me shumë mund në 2005 arriti të bënte ndryshimet që t'i jepeshe drejta që të ankoheshin tek avokati popullit për vendimet gjyqësore të formës prerë, sipas përvojës polake. Polonia ka bërë në 89 kur ishte akoma sistem komunist, ombudsmanin më të mirë me kompetenca në Europë, pas këtyre vimeve. Dhe ne morëm modelin polak. Në 2005 me konsensus u bë ligji, pranuan të dy palët, ndryshimin që avokatit popullit do t'i jepshin kompetencat që të shikonte vendimet e formës prerë. U ndrua majoranca, mas 2005-s ndryshoi situata, edhe ata që kishin qenë pro ndryshuan mendim edhe 5 vjet ligji, 7 vjet u bën tani, ligji nuk zbatohet sepse avokati popullit do t'i jepet nëpërmjet kodit procedurës penale dhe kodit procedurës civile mënyra se si ai do të atakojë vendimet gjyqësore të formës prerë. Ata që janë juristë kuptojnë shumë mirë që nuk mund të bësh atakim të këtyre vendimeve vetëm pse e kanë ligjin tënd, nëse nuk reflekton ligjin në procedura. Profesor Dobiani, ju pyetje, faleminderit një herë për shikimin e realist që na sollet, megjithëse në mjaft nota pesimiste në raport me institucionin avokatit popullit në lidhje me politikën. Si do përgjigjet shqiu në qoftë se unë do t'ju thoja, a mund të kishit shfrytzuar më mirë opinionin publik edhe zërin mediatik që i pozicioni juaj për të përfituar pozitivisht për të realizuar ato objektivat e institucionit tuaj? Unë nuk them që kam bërë mjaft, kam bërë më shumë se sa duhet për ta mobilizuar opinionin publik. Bile jam akuzuar nga një palë tjetër se kam ndërhyrë dhe çështje që ata konsiderojnë politike, po unë nuk mund ta çoj nivelin e opinionit publik shqiptar në nivelin e standardeve që ka institucioni im. U merrni shembullin e akuzës që u bë avokatit popullit në Shkodër. Ishte si thua bollik në Brirë. Veç OSBE-s Amnesty International, edhe diku në OEQ-e që foli opinioni publik për rrifte për shifte, të shifte store se çdo bëhesh me avokatin popullit kur ta çoj. Dhe unë nuk mora kartën e imunitetit në dorë që e kam, e kisha të drejtë, por thash jam gati dal ballazi me ata mashtrues që për të fshehur krimet që bëjnë, akuzojnë avokatin e popullit. Dhe unë nuk dëgjova as analist, as forume të ndryshme që dilin protestonin para zyrave të policisë që pse akuzohet avokati i popullit dhe kur mas 9 vjetësh që avokati i popullit kishte dhënë provat më të shumta që ishte ai që e monitoronte dhe e kontrollonte policinë më shumë se askush tjetër këtu në Shqipëri. Ju falenderoj zoti Dobiani për prezantimin tuaj dhe për përgjigjet e pyetjeve. Faleminderit. Faleminderit. Materialet që ju keni sjellë komisioni do t'i shikojmë me kujdes. Ju faleminderit. Mbase do kem rastin që më shumë çast si thashtu ti çojnë në media, por e botuan. Ju faleminderit.